Ndarja e parakohshme nga jeta e gazetarit Enrik Mehmeti, omazhe në Vlorë. Përcillet për mbanesën e fundit, gazetari Enrik Mehmeti, i cili u nda në mënyrë të parakohshme nga jeta ditën e djeshme pas një aksidenti tragjik rrugor në Vlorë. Pas omazheve në teatrin Petro Marko në qytet ku nuk munguan mira qytetarë, miq e kolegë të afërm dhe deri kryeministri Edi Rama, rreth orës 14 gazetari kurajos i News 24 ju dha lëmë të mira e fundit duke përcjell banesën e fundit në dhimbje të madhe. Familja, miq, kolegë të medias dhe qytetarë të Vlorës i dhanë sot lëmë të mirën e fundit gazetarit Enrik Mehmeti, i cili humbi jetën tragjikisht në moshën 40 vjeçare. Ndarja e parakohshme nga jeta e gazetarit ka sjellë reagime të shumta në botën e medias, e cila humbi një nga zërat më të njohur të gazetarisë të qytetit të Vlorës. Ishte ikja e parakohshme e kolegut Enrik Mehmeti, ishte një humbje e madhe për familjen, miqtë dhe komunitetin e gazetarëve. Ai la pas bashortën dhe 2 fëmijë të vegjël. Redakcitë Panorama, Ballkan Web dhe News 24, si dhe gazeta dhe Bashkimi i Gazetarëve të Shqipërisë, i shprehin ngushëllimet më sinqerta familjarëve të afërme dhe miqve të gazetarit Enrik Mehmeti për humbjen e tij të parakohshme. Gazetari Mehmeti ka raportuar ngjarjet në qarku i Vlorës për vite me radhë, ishte fytyra dhe zëri që sollin në ekran ngjarjet më të rëndësishme të jugut të vendit. Ai njeh për praninë e menjëhershme në vendngjarje, raportimet ekskluzive dhe këmbguljen për të sjellë informacione e verifikuar në situata të vështira. Më herët edhe kreu i PD-s Ali Berisha dhe sekretari i PL-s Bluçi dhanë mesazhe ngushëllimi në rrjetet sociale.